fillimisht pika parë ka qenë që landa duhet me caktu gjyqtarit sa më herët që është e mundshme në gjykatë. Po me regjistrimin e danave para, me njerë mu caktu gjyqtari dhe mu njoftu pala që ky tash është numri unik i landës dhe ky është gjyqtari i landës suaj. Pastaj landa, kriteri i shpërndarjes landës do të qenë njëjta për gjithë gjyqtarët, domethënë mos me pas dallime kritere për gjyqtarë grupe ndryshme. Sipas shefit të IT-s në KXK, Fatmire Xhepet, algoritmat e këtij sistemi janë të atilla që referentët që vendosin lëndët në sistem në asnjë rrethan mos ta dinë se cili gjyqtar do të caktohet. Edhe në rastin kur në departament janë 2 gjyqtarë, personi që e regjistron lëndën gjithmonë prej perspektivës tina ka më qenë 50-50 cili merr lëndën. Domethënë, nëse kanë qenë 2 gjyqtarë, gjyqtari A, gjyqtari B, nëse një lëndë ka ardhur dhe ka marrë gjyqtari A, tash nuk do me thonë që gjyqtari B e merr lëndën tjetër. Më ka mundësi prapë gjyqtari A. Do të thonë, algoritmi është i zhvilluar në atë mënyrë që prej perspektivës përdruesit në asnjë rrethon edhe ato më të thjeshtat nuk mundet me ditë se cili gjyqtar do ta merr lëndën. Përmes mail evidentohet data e saktë e pranimit të lëndës, kur është ndarë te gjyqtari dhe secili veprim i ndërmarr më tej në atë lëndë deri në arkivimin e saj. Qasje në këtë sistem kanë vetëm personat e autorizuar dhe çdo veprim regjistrohet. Në këtë sistem vendosen të gjitha shkresat e lëndës, duke përmirësuar efikasitetin, llogaridhënien, transparencën, si dhe rritjen e saktësisë së informacioneve në gjykata dhe prokuroritë të Kosovës. Totali i projektit që është investuar për krah nga donator qeveria norvegjeze e kalon 10 milion, është dikon 10.5 milion. Gjatë kësaj periudhe 2 këshillat kanë bashkë financuar projektin, domethënë, dikon bashkëfinancimi në cilët rreth 3 milion